Sipërfaqet me grur në Bulqiz ashtu si edhe në zonat të tjera janë të mbushura me lulkuqe, një bimë e cila ul ndjeshëm rendimentin e prodhimit të grurit. Kjo parcelë që shihni ndodhet në fush Bulqiz, por si kjo janë thuajse të gjitha parcelat e tjera në zonë, në të cilat është mbjell grur. Banorët dhe fermerët faqësojnë farat që sipas tyre janë të pakontrolluara. Fiqëri Shkina thotë se para viteve 90 jo vetëm që kishte kontroll të rreptë në degët ku shite fara, por shteti kontrollonte parcelat edhe pasi binte ngruri. Sipas tij bëhet diferencimi i prodhimit nga parcela në parcelë sipas cilësisë që ishte, ndërsa sot askush nga institucionet e bujqësisë nuk shkon tek fermeri. Gruni nuk është gruni që ka qenë kur, as nuk vjen ai lloj gruni, merr me mend, e merr bukun, e ze po më e birë së zonë bukë. Është i përzije me lanë të huj. Atë nuk ka kontroll nga bujqësia, si ka pas dikur kontroll. Që të vitën e bllokohet atë parcelë, thoshte që kjo parcelë nuk të përzihet me grunin tjetër. Do ndahet. Arsyeën e dyshin ata. Ata për ne dashin sepse kishte lanë të huj mrena. Sallë që kjo lulkuqja si bëhet në për grunat, është shumë e rrezikshme për jetën e Europit. Përmban lanë të huj, edhe është lanë të si punë lanë toksike. Që kjo e hinë si jepet, se kjo ka fara jenë tepër të rrezikshme, që e kemi mësuar në shkollë. Edhe në shkollë dikur, kur kemi bërë shkollën na, që ka 40 vjetë që e kam mbaru, e kemi pas bërë në shkollë se është lanë të huj, lulkuqja. Problemi i cilësisë së dobët i farave nuk është vetëm tek gruri, por edhe tek mistri e shumë kultura të tjera bujqësore. Fiqëri Shkina shpreh se shteti duhet të jetë më i rreptë me subjektet që tregtojnë fara, pasi dëmi ekonomik bie direkt mbi fermerët. Çdo gjë është jashtë standarde. Merr farën e patates, sa lekë ke farën, e kam 2500-3000 lekë. Gjoja më e mira, e po të biesh 1 kilo patate 2500 lekë për ta mbjell. Shikoj kom hatë të çike kopshti, e kom patatën e mbjell çish vjet, nuk e kom shkull. Nuk ba. Merr me çet patatën si kom fut që ajo është. Para di mure i shoqi. Iku. Farën mund ta gjej vetë një si është një me magazinjen, me ata si shet, e ka tash mbrani, ai ja trego. Ai di fort më ai si e shet se kjo farë nuk ba. Është tepër i bin. Nuk e hap ata një minut vet. Kurse ta qert, ku të shkojmë dek farën, merë çfarë do të çike. Atë, merr groshën. Nuk ka bova ki 60 vjeç te mizën grosh. Ka vje kjo. Nuk e di. Jemi të tiru, ne çet grosh ja morim e mbajmë frigorifer. Vetë u fut miza çish mbi shtahet. E merr farën, gjoja për ta miell. U e du kështu majstri, del majstër tjetër. Majstri nuk është i dikushmi. Majstri del, mistri, bon kreman që nuk ka bova ki jam 60 vjeç, 60 sa bile, nuk ka bova ki, e hap kështu të mistrit, e ne ka krema mrena. Ka vjej. Është me defekt, çdo gjë është jashtë standardit.